Pa njoftim paraprak agjendë publike, takimi u mbajt larg vëmendjes së mediave dhe qytetarëve. Të premtën pasdite, kryeministri në detyrë të Kosovës Albin Kurtin e vizitoi i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian Peter Sorensen. Në takimin me dyer të mbyllura, Sorenseni ngriti si temë gjyqtarët dhe prokurorët e dorëhequr serb që po kërkojnë rikthimin në punë. Sipas njoftimit, Kurti ka përsëritur në takim se është i hapur për përfshirjen e serbëve në gjyqësor dhe prokurori, por jo për rikthimin e tyre automatik në punë, duke insistuar se çdo vendim të bëhet sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Sorensen nuk është deklaruar deri më tani për këtë vizitë, por ardhja e tij në Prishtinë nuk përbën çudi për njohësin e çështjeve politike Albinot Maloku. Bazën e ka tek marrëveshjet e ndodhura në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë dhe për cilat gjithsesi ndërmjetëse dhe Bashkimi Evropian bëjnë kujdes dhe interes të shtuar. Në dukje të parë, ky interes mund të duket i njanshëm, mirë po flasim për diçka e cila është pjesë e marrëveshjeve të ndodhura mes Kosovës dhe Serbisë. Maloku konsideron që përmes vizitave të tilla synohet jetësimi pikës së marrëveshjes për përfshirjen e komunitetit serb në institucione. Në sytë e Prishtinës zyrtare mund të duket si një lloj presioni nga ana e Bashkimit Evropian, mirë po kemi të bëjmë pastër me interesin e Bashkimit Evropian se përket jetësimit të marrëveshjeve të ndodhura në Bruksel, që përpasoj Republika e Serbisë bën një lobim interes më të madh se sa Republika e Kosovës se përket jetësimit të marrëveshjeve të ndodhura. Që pjesëmarrja e komunitetit serb në institucionet e Kosovës është në interes të vendit, e thot njohësi tjetër i çështjeve politike Ardian Zeqiri. Pjesëmarrja e serbëve në institucionet e Republikës Kosovës është interes i Republikës Kosovës. Do thot sepse tregon që shteti dhe maturiteti institucional dhe shoqëror i Kosovës si shtet është duke u avancuar dhe se kjo gjithsesi se është lajm i mirë për Kosovën dhe për hapjen e dyrëve në Bashkimin Evropian. Zeqiri konsideron që ka pasur një koordinim politik rreth dekretimit të lirimit nga detyrat të prokurorëve serb. Si duket ka pas një koordinim të shpejt me ndryshimet që janë bërë në Këshillin Prokurorial të Kosovës kohëve të fundit, me caktimin e kryesuesit të ri dhe kryeprokurorit shtetëror. Unë po mendoj që ka pas një koordinim politik për procesimin e këtyre dorëheqjeve të cilat kanë qenë në një farë zone limbo. Ndërkohë, në mbledhjen e qeverisë gjatë së premtës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se rikthimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve serb që u dorëhoqën nuk lejohet me ligj.